أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveriut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet se muslimani e ka detyrë dhe obligim t'i bindet pushtetarit musliman kur ai e urdhron në të mira, dhe nuk i lejohet atij t'i bindet pushtetarit musliman kur ai e urdhron në mëkat. Dhe jemi në hadithin e parë në këtë kapitull, hadithin 663 më radh që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thotë: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. Thot Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: se cili individ musliman e ka detyrë të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman në gjërat që i don edhe në ato që nuk i don. Përveç se nëse urdhrohet në mëkat, atëherë as e dëgjon e as i bindet atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në lidhje me këtë hadith kemi dhënë disa mësime dhe porosi, kemi dhënë disa sqarime dhe kemi arrit do thot tek këshilla që e dha Imam Abdurrahman as-Saadiu rahimahullahu taala, ose tefsirin që e bëri ajetit kuranor ku Allahu dhul jalal thot: atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum. Respektoni Allahun, binduni Allahut, respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj. Thot Imam Abdurrahman as-Saadiu rahimahullahu taala, Allahu i madhreshëm i ka urdhëruar besimtarët t'i binden Allahut madhreshëm dhe t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i zbatuar urdhrat e Allahut dhul jalal dhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ati ku është vajib, obligim e farz, edhe ati ku është e pëlqyeshme dhe nuk është obligim dhe farz, dhe të largohen nga ndalesat e Allahu dhul jalal dhe nga ndalesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj urdhroi për t'u bind, për të respektuar të parët tonë. Thot Abdurrahman as-Saadiu: wa man hum wulatul umur, kush janë të parët tonë? Thot el umara'u wal ulama, do të janë dietarët dhe pushtetarët, ata që qeverisin e zbatojnë ligjin dhe ata që e tregojnë ligjin, që janë ulemat, muftilert, kadilert. Thot kështu, në jeta e njerëzve nuk ka mundësi me qenë në rregull edhe e suksesshme dhe në përparim nëse s'ka marrëveshje mes popullit dhe pushtetarëve të tyre. Normalisht te muslimanët krejt kjo ndodh për të arritur kënaqësinë e Allahut, jo të njerëzve. Domethënë nëse populli musliman urdhrohet me u bind parisë muslimane, kjo nuk është për me fitu kënaqësinë e pushtetarëve, ose me fitu poenat e pushtetarëve, ose me pas privilegje prej pushtetarëve. Është shumë më rëndësi me kuptu këtë dallim. Për këtë e bëjnë muslimanë për fitu kënaqësinë e Allahut. Ka dallim mes një përkraje që e jep një pushtetit
për interesat tuja personale, për përfitimet tuja personale, për privilegjet tuja personale. Edhe kur ti për krahën një pushtetit me fitu kënaqësinë e Allahut. Që këtë pjesë është ajo që na tash e 30 vjet e flasim me xhamatin. Edhe mundohemi me eduku veten edhe që o vllazni. Megjithëse na nuk jetojmë në pushtet musliman, i cili qeveris me ligjet e Allahut xhallahu. Mirë, po megjithatë, në ndërtimin e raporteve tona me pushtetin, duhet me qenë ky qëllimi, me fitu kënaqësinë e Allahut, jo kënaqësinë e njerëzve. E as më pak kënaqësinë e interesit tan personal. Se kjo ndërtimi i raportit me pushtetin është pjesë e fesë. Edhe muslimani e nis këtë hap me bo me ndihmu fenë Allahut. Edhe me fitu kënaqësinë e Allahut, i jo me fitue interesin e vetë personal. Dikush ka mundësi me po që mirë. E nëse vjen dash një pushtet që mund të jetë më i miri i mundshëm, me interesin tëm personal, çka do të më bëna? E këtu është ai testimi që fatkeqësisht një pjesë e madhe e muslimanëve fetar kanë rënë. Se edhe këto situata dhe rrethona, ata i kanë dhënë përparësi interesit personal para atij kolektiv. Ajo që është e konfirmuar dhe konstatuar në rregullat fetare është se interesi i përgjithshëm ka përparësi para interesit personal. Edhe muslimani i devotshëm dhe i mençur është ai i cili i jep përparësi interesave të përgjithshme para ative personale. Edhe normalisht interesi i fesë është i pari. Interesi i përgjithshëm është mas. E interesi i personal është më vonë. A hupti pe kësaj a fiton? Një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë se nëse japin përparësi interesit e përgjithshëm para atij personal ka me hupaj, nuk humb. Humb momentalisht, fiton generalisht, fiton në përgjithësi. Edhe kjo është e konstatuar dhe është e vërtetuar historikisht. Mirë po, çka është puna e njerëzit? Njeri është agjelegji, edhe njeri është lakmiqar. E thot unë të asiguroj për vete që e mirë one, pastaj tjerët bëhen letë. E ne i themi kjo nuk është e saktë. Se ti mund është me konë mas mirë ti e mund shme në vendin tanë, nëse gjithë tjerët për dhe nuk janë mirë, ti s'ke me konë kur rahat. Ama nëse gjithë tjerët për dhe janë rahat, e ti si mirë, këtë ata kanë me të një mund ti me konë mirë. Dikush thotë që kjo është utopike, është e paralizueshme, nuk është realitet. Kjo është e vërtetë. E vërteta historike është kjo. Edhe në familjet tonë, edhe në këshillëkun tonë, edhe në vendet tona, çdo herë ku shumica e fshatit ka qenë mirë, nëse dikush prej banorëve të fshatit ka pas probleme, këtë fshat e ka ndihmuar. Kur të gjithë na interesin e përgjithshëm dhe kena parasysh para interesit tonë personal. Edhe andaj na në këtë këndvështrim duhet me eduku vetën. Edhe në këtë formë na me zhvillu jetën tonë, që vendimet tona, qëndrimet tona, raportet tona, t'jenë në shërbim të fesë tonë. Pastaj interesit tonë të përgjithshëm, pastaj ka më ardhur dhe interesit personal. Na jo vetëm me fjalë vëllazni, po duhet me dëshmu vazhdimisht me vepra se feja jonë është më e shtrenjtë se çdo gjë në këtë botë. Jo qindra mija euro, jo qindra mija milion euro, po keq që ka në botë është më pak me vlerë se feja jonë. Edhe këtë gjë na duhet jo një herë, po 100 herë në ditë me përsërit vetvetes, edhe me dëshmu me jetën tonë, se në momentin kur preket feja jonë, na jemi të gatshëm me dhënë edhe jetën tonë, jo me përfitue prej momentit të mira ekonomike. Se atër ne të regojmë se jemi shumë largë, do vëllot madhnimit të fesë Allahu Dhul Gjelal, dhe se të gjitha gjëra që na i bëjmë në jetën tonë, janë formale. Edhe namazin që e falim, edhe agjërimin që e agjërojmë, edhe leximin e Kuranit që e bëjmë, edhe dhikrin këtë të atëre, nuk janë të vërteta, nuk janë reale, po janë formale, formalisht falemi. E lexosh atje një fjalë të doktor Muhammed Ghazaliut, këtij trijut, e kishte përmend shumë bukur, nëse nuk hyn Islami me ngjall zemrën tonë,
emocionet tona, ndërgjegjen tonë, me qenë e pranishme të gjitha vendimet e jetës sonë, e shëndrohet feja vetëm në pjesën rituale dhe ceremoniale, atëherë ky islam është formal. Nuk është islam i cili do thot i ka ndryshuar njerëzit në Mekë, në Medinë dhe në etapat e para ose në shekujt e parë të islamit. Islami i ka ndryshuar njerëzit, jo vetëm në pjesën s'ka fal tash falet, po në pjesën e botkuptimeve, po edhe në pjesën e do thot premisave për të përcaktuar se halali ka përparësi edhe se haramit ai ka kufi edhe nuk i afrohet atij. E kjo është ajo që e thot Sheikh Abdurrahman Saadi, ta'atan lillah wa ragbatan fima indahu. Nëse respekton pushtetarin musliman, e respekton për të respektuar Allahun dhe duke kërkuar të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, edhe këtë rast, kur i pari muslimanëve pushtetari urdhon në mëkat, e ka pozitën e madhe, e ka pozitën e lartë, është kryetar musliman, qeveris me ligjin e Zotit vazhdimisht, po njëherë urdhnoi me gabim, edhe atëherë do të fela ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk respektohet krijesa të bërit mëkat krijuesit. Do të edhe kjo është rregull që na duhet me pas parasysh. Unë nëse të urdhnoj të mirë, ngon. Nëse urdhnoj gabim, jo. Baba të urdhnon të mirë, po të urdhnon gabim, jo. Edhe kryetari i shtetit, i pari, urdhnon mirë, po e ndëgjon, urdhnon keq, jo, pse nuk respektohet krijesa në bërit mëkat krijuesit. Këtu është edhe një mesele, thotë wala alla sirru, cili është sekreti se tha atiu Allah, respekton Allahun, wa atiu Rasula, respekton e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dhe të parët tuaj, nuk tha dhe respektoni të parët tuaj. E këtu Sheikh Abdurrahman Saadi, sikur se edhe ulema të tjerë të tefsirit e kanë shëruar dhe kanë thonë kështu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam respektohet për shkak se ai urdhnon atë që ka urdhëruar Allahu. Se Allah e ka zgjedhur ka bëu pejgamber dhe ai ndryshe s'ka shka me urdhëron, por atë që herson Allah. Mirë po, edhe tjetra, se Allahu ati i ka dhonë pozit ai me urdhënu, edhe atë që ai e urdhënon është fe, sepse atë që ai e urdhënon e merr prej Allahu. Ama njerëzit tjerë, ata nuk është e sigurt se ajo që e thëjnë është e marrën prej Allahut dhe e marrën prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe andaj nuk e bëri respektin ndaj të parëve pa kusht. Por u ndërlidh, o ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj përderisa ata respektojnë Allahun dhe pejgamberin. Është e ndërlidhur respekti besimtarëve ndaj të parëve të tyre përderisa ata janë në vijë, duke respektuar Allahun e madhëshëm dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Momenti që ata dalin prej vijës, i themi na s'ka respekt për krijesat të bërit mëkat krijuesit. Dhe andaj ky sharim që jep Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullahu e ndihmon besimtarin me kuptuar rëndësinë e këtij raportit të cilin ndërton besimtari në këtë frym dhe në këtë edukat. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është tema e cila flet për rëndësinë e kujdesit për shenjtëritë e Zotit. Domethënë Allahu i Madhërisëm ka urdha dhe ndalesa. Dhe besimtari i vërtet është ai i cili i respekton këto urdha dhe këto ndalesa, dhe këto janë pjesë e imanit ose manifestim i imanit të besimtarit. Nëse Allah ka mënuar një kufi, respektoj atë kufi. Nëse Allah ka dhënë një urdhën, madhnoj atë urdhën. E këtu gjithashtu atë që na e kemi mrena na den shesh në këtë situata. Edhe e shef dallimin mes një besimtarit të vërtet edhe mes një besimtarit formal në këtë çështje.
Për shembull, kur thret muezini hayya ala sala, hayya ala al fala, besimtari i vërtet tregon respekt, madhnim për namazin, do thot maksimum. Pse? Se e din se namazi është shtylla e fesë. Në jetën e tij, namazi është me prioritetin më të lartë mundshëm. Këtë punë të nalën për ta kryer këtë urdhën Zotit për ta falë namazin. Edhe s'ka gjë që ka rëndësi më të madhe se namazi në atë kohë. Edhe kundërta, kur është pranë një veprimi që është ndalesë konkrete e Zotit Dhul Xhelal, për të është vije kuqe që nuk ka përcjellë. Edhe nëse rrezikohet jeta e tij. Normalisht, në moment kur rrezikohet jeta e njeriu, përdorimi i harameve është i lejuar për nevojë, për zor. Sa, domethënë, me shpëtu për situatës, mirë po, besimtari i vërtet mundohet maksimalisht me shty mos me ranat mëkat se i kushton atij imani i tij. Edhe kur të bën krahasimin mes jetës tij dhe imanit tij, ai thotë më mirë unë jap jetën se ta jap imanin. Edhe njerë për përsërit këtë fjali. Besimtari i vërtet, momentin që sfidohet imani i tij dhe i rrezikohet jeta e tij, është i gatshëm me dhon jetën e tij për ta mbrojtur imanin e tij. Kështu kanë qenë sahabët. Edhe kështu kanë qenë muslimanët e vërtet gjithë historinë islame, deri më sot. Historia islame ka filluar me shahiden e parë në Islam, Sumejën radhiyallahu anha. Ajo pse e dha jetën, pse e çan atë qafirat mushrik në atë kohë? Se i thëshin asaj, fol keq për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shaje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si të folish keq për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ta shajsh atë, na të lirim, ish pëton. Ma dhe ke si ka mundësi, mendja eme, zemra eme, me fol keq për më të mirë njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atë që Allah e zgjodhi me qenvule e pejgamberëve, atë që me të Allah në nxjerrin nga errësira e idhujtarisë e shirkut në dritën e imanit e tauhidit. S'ka shanse. Amma të rrezikohet imani. Ta une e të rrezikohet jeta. Ta une e jap jetën e ruaj imanin. Është testi i parë konkret i kësaj dileme. Kur kije më një anë jetën tonë, më një anë imanin tanë, ti cilën e mbron. Megjithëse fetarisht ka leje besimtari në kësi situata me thonë një fjalë të kufrit, por mos me besu atë fjalë të kufrit, me shpëtu jetën. Mirë po, muslimani i vërtet se menon këtë pjesën e zgjidhjes, rrugdaljes, lehtësimit, por e mendon atë që ka të Allahu xhelal. Edhe jep përparësi asaj që e fiton të Allahu, duke humbur këtë atë që e ka në këtë botë. Duke dhënë jetën e vetë. Shifë në vëllezër, këto shembuj të historisë islame nuk janë rrëfime, tregime për me fletë, me na zonë gjumi më mirë me to. As nuk janë tregime dhe rrëfime që na mu lavdru me të kalumen tonë. Po janë rrëfime dhe tregime që na me na bo e tërbije neve, me na eduku. Që edhe na duhet me rrit imanin tonë edhe me qenë të këtil. Moment që rrezikohet imani jon, edhe jeta jon na më dhon përparësi imanit ton me shpëtu atë se jeta e kësaj bote gjithsesi ka me përfundu e jeta e ahiretit fitohet me iman. E ti nëse je përparësi jetës tënde duke e lënë imanin pa vlerë, ti e fiton një copë jetë këtë botë, po e hupi jetën e ahiretit përgjithmonë. Edhe matematikat janë shumë të qarta. A ma mirë me up një jetë kufizume të saj bote, për me fitu një jetë pa fund me të ahiretit, apo me dhonë për parësi jetës së kësaj bote, me jetu edhe 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, ama me up jetën e përhershme të ahiretit. Andaj, besimtari do thot, i jep rëndësi këtyre momenteve dhe dëshmon imanin e tij në madhërimin e urdhnave të Zotit dhe në madhërimin e ndalesave të tija në kuptimin që me net gati dhe me net larg.
Ubadi ibn Samit radiallahu anhu, çka thot? Thot, një ditë për ditëve da'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Në thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një tubim dhe kërkoj për nesh të japim bes. Lidhim një bes lidhje me te sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot fekane fima akhadha alejna, prej gjërave që u bisedu në atë marveshje, në atë beslidhje, ishte enbaja'nahu ala semi wa ta'a, i adham besën, e lidhëm këtë besë, këtë kontrat, këtë marveshje, që ta ndëgjejmë dhe t'i bindemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, ajo është pejgamberi Allahut, ajo është i pari jon, ajo është udhëhesi jon, ajo është komandanti jon, dhe na i tham atij çka të thuishte na ndëgjojmë, çka të urdhënojshte na të bindemi. Por në çfarë situatë dhe thone? Tha ala fi men shatina wa makrahina. Edhe kur kemi vullnet e fuqi me zbatu, po edhe kur jemi të lodhën apo s'na pëlqen një gjë. Në këtë situatë. Shifne, këta dy pjesë që janë përmend këtë hadith, edhe në hadithin e parë, manaz, në gjëra që i duam, edhe në gjëra që nuk i duam. Në gjëra që na pëlqejnë, edhe në gjëra që s'na pëlqejnë. Në gjëra që kemi dëshirë t'i bëjmë, edhe në gjëra që pa dëshirë i bëjmë. Duhet me ndëgju dhe me u bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa usrina wa yusrina. Edhe kur kemi, edhe kur s'kemi pasuri. Na jemi të gatshëm me të bind ty ja Rasulullah. Wa atharati alejna. Edhe kur provokohemi me marë pushtetin për tjerve, ose me marë pasurin për tjerve. Athara e ka kuptimin dhe më thonë e asaj që po flasim në vazhdimisht e vetjaksis edhe egoizmit. Kur dikush e merë pushtetin dhe e keq përdor atë, e të vjen i nati ty, e thunë ta shkoj t'ja marë ati të bëjmë ma mirë se aj, me gjithse kushtet të rrethonat nuk janë që ndihmojnë të me bëjmë ma mirë se aj. Thot, wa an la nunazi al-amra ahlahu, dhe tha mos të, që kjo ka qenë kontrata, mos luftojmë ja marë pushtetin pushtetarëve tonë, e të bëjmë të lovi. Po ata e kanë pushtetin, e qojnë me urdhën të Allahut, me urdhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ka vendime që na pëlqejnë, ka vendime që s'na pëlqejnë, ka gjëra që i duam dhe ka gjëra që nuk i duam, mirë po, në përgjithësi puna është në rregull, na e vazhdojmë këtë rrugë. E ecim këtë situatë dhe këtë rrethon dhe nuk e prishim rendin. Pastaj tha illa an taraw kufran buwaha indakum min Allahi fi burhan, në përjashtim të situatës kur do shihni nga të parët kufër të qartë. Keni argument madh nga Allahu xhelal. Atëherë kur e shefti se i pari ka dalë prej binarëve, krejtësisht është jashta Kur'anit dhe Sunetit, s'ka snil për Kur'an dhe Sunet, atëherë normalisht edhe është nuk falet, nuk qeveris me Islam, flet kundër Islamit, e lufton Islamin, atëherë ai nuk meriton respekt fetar. Edhe unë mendoj se va tregova në një prej derseve më herët se këto hadithe, këto ajete flasin për një qeverisje islame, ku pushteti, domethënë, është i ndërtuar mbi parimet islame. Në rrethonat tona këtu kemi interesin e përgjithshëm, edhe na themi jetojmë sipas këtij sistemit dhe respektojmë rregullat e këtij sistemit, sepse interesi i përgjithshëm është aty. Po nuk e bëhet kaos, bëhet anarki. Edhe kemi sharuar në për shumë derse se një jetë shoqërore e organizuar gabimisht është më e mirë se një jetë anarkike, ku s'dihet kush hanë, kush shpen, kush vendos, kush është i pari, kush është i dyti, kush han, kush jep urdhën e kush ndalon e kështu me radhë. Anarkia
është ma e damshme se një sistemi organizum gabimisht. Pse se ku ka anarkiti se ndel për shpijes tone, as xhami me shku, se del dikush të vret nuf, bigajri hak, se s'ka kush e nalat, për hapet armatimi, për hapet në më thonë grupet kriminele, edhe kush do shka do banë. Edhe andaj, na këtë që to muhabeti që i bëjmë, i flasim për edukimin e muslimonit në raport me pushtetarën musliman dhe në sistem ku islami është ai burimi i atij sistemi. Por pastaj ndjerim paralele për këtyre mësimeve gjenerale dhe japim udhëzime edhe për jetën tonë në këto sisteme ku jetojmë na, se si duhet ta zhvillojmë jetën tonë për ta rregulluar atë me qenë më afër fitimit të kënaqësisë së Allahut. Se edhe këto rrethana që jetojmë na, megjithëse janë të vështira dhe kanë shumë probleme, na duhet mu mundua që preokupimi jon kryesor është me fitu kënaqësinë e Allahut. Edhe me ndryshu jetën tonë personale, jetën tonë familjare, jetën tonë shoqërore, që me bë më afër asaj që urdhon Allahu i Madhëshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tani, të kjo pjesa e fundit e këtij hadithi të Ubadi ibn Samitit radhiyallahu anhu, i cili tha që na bëni marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ndërtojmë raportet e fuqishme mes popullit dhe Paris. Dhe ky raport mes popullit Paris tjetë i tillë që ata udhëheqin, na u shkojmë mas, i përkrajmë dhe i ndihmojmë ata. Dhe kjo është logjika e jetës shoqërore. Xhamia e ka imamin i cili i prin xhamatit. Imami i prin, xhamati e pason. I paramendon xhami, imami thot Allahu Akbar, edhe nda xhamatin 3-4 grupe, se cili falet Allahu Akbar me imamin e vet. Elhamdulillah, në askund në botë nuk ka ndodh që të konfirmohet kjo gjendje që imami thot Allahu Akbar edhe 3-4 imama mbrenda xhamis falen me xhamatet e veta. Kjo s'ka ndodh askund. Ndodh dikun për moment i idhnimi dhe mosmarrëveshje momentarisht po zgjidhet. Nuk pranohet si gjendje normale. Xhamati shumis i thot atyve, ja faluni mas imamit ton, ja shkoni bëni xhamin tuaj dhe faluni si doni. E tash që kjo gjendje që është xhamia tona, që imami i prin e xhamati ndjek, është ajo që të më qenë shembull për zhvillimin e shoqërive tona. Edhe ku ka harmoni mes imamit dhe xhamatit, ku xhamati e pranojnë imamin edhe e ndjekin atë, aty ka bereqet. Më një xhami që xhamati ka pak kënaqësi ndaj imamit, e imami insiston me met imam të ata, edhe pse xhamati nuk e dojnë, çka ndodh? Do thot anarkia aty. Edhe kush secili nuk e respekton secilin. Edhe na xhami nuk ka bereqet. Për atë çka na themi edhe rregullat fetare kanë rregullu, nëse je imam në një xhamat, e ai xhamat nuk don ty, mos vazhdo me kon imam në xhami. Se s'është muna me imponim. Se prishet raporti, prishet harmonia. Edhe nëse prishet raporti dhe harmonia, ati s'ka bereqet. Asnjë punë të marrë se në bëm. Pse? Se imami vetë kur gjosë mund me bo. Maksimumin që mund me bo është me i prin në xhami. Ama punët e tjera që kanë të bëjnë me xhamin, s'ka kush do thot e përkra dhe ndihmon. Edhe kundët, edhe xhamati vetë mundet me bo shumë punë, ama imam me darë se ndër. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse je imam i një xhamati që nuk dojnë, tërhiqë pjati imam blokor. Mas vazhdo me kon imam. Po edhe xhamati normalisht nuk duhet me i zonë behane imamit për gjëra banale, për gjëra të vogla, për asgjë. Se edhe kjo ndodh, fatkeqësisht ka ndër xhamati merr tërnak i themi na në Shkup, edhe kot e kot i gjen bahane imamit. Edhe ajo nuk ban, sepse e prish harmoninë edhe prish bereqetin. E tani, kur është pushtetari musliman, atër na i themi nëse ai shfaq kufrin e tij publikisht, siç ka ndodhur në botën islame, shumë pushtetar
me emra muslimanësh për familje muslimane kanë ndarë, kanë folë kundër islamit. E para e kanë hek islamin prej kushtetutës, shariatin Allahut në xhelal. E dyta e kanë ndalu islamin në për shkolla. E treta i kanë shel hoxhallarët në për burgje. E katërta i kanë ndalu adhurimet. Për shembull, më një kopi kohave në Tunizi e nalën agjerimi. Pse? Agjerimi i pengon njerëzit në punë. E nëse nalët puna, nalët zhvillimi i shtetit, edhe na e nalëm agjerimi. Për shembull, këto janë manifestime të kufrit. Edhe ai njeri, ani pse ka emrin Hasan e Isen, ai s'ka lidhje me islam. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të me këtë fjali të fundit e bën të qartë se raporti besimtarëve me pushtetarët e tyre është në bazë të imanit. Pushtetarët kanë iman, populli ka iman, edhe ndërtojnë raportin e bindjes mes vete. Nëse pushtetarët s'kan iman, atë na fetarisht kemi obligim me u bind atyre, edhe do të bile nëse i bindesh atyre në gjëra që ata thrasin a janë mëkat, bën mëkat. Po në vendet tona që s'ka shariat ç'a më bë, e thash po e përsëris për me e kuptu, në vendet tona që s'ka shariat, na i bindemi sistemeve politike, se interesi i përgjithshëm është aty. Ama në momentin që sistemi politik i vendit tonë na urdhnon me diçka që është e ndalume, me themi jo. Nuk bind në këtë pikë, se kjo është haram. Po me hecë kuqe, jo. Se me respektu semaforin e kuq është interes i përgjithshëm. Edhe muslimani me që respekton. Ama me turnu me pi alkohol, i themi jo. Po të burgosa. Ose me turnu me hek shamin, vajza muslimane, i themi nuk e respektoj këtë ligj. Pse? Se këtë ligj është kundër fesë time. Ose me të ndalu me ndërtu xhami, aty ki nevojë, për shembull, jek 3-400 shtëpi, ki nevojë për xhami dhe shteti nuk le me bëjë, po unë xhamin ka me bë. Se xhamia është nevoja jeme. Ti mëse më ndihmu me bë, ti po më pengon, unë xhamin ka me bë, edhe ti pastaj vazhdo me pengu nëse del mirë. E kështu me radhë. Andaj shtetet tona na respektojmë sistemin politik për shkak të interesit të përgjithshëm. Ama në momentin që shteti urdhnon diçka që është kundër fesë islame, ne themi kadar. Këtu s'respektoj, se këtu e kam haram me të respektu ty, se du të me dhonë llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala. Normalisht, koha që kishim disponim këtu na përfundoj, neve na kanë mbet edhe shumë gjana për të sqaruar në lidhje me këtë hadith. Do vazhdojmë inshallah taala në dersën e nesëm, pjesë që kanë mbet pas me i sharu, dhe që ta kryjmë këtë hadith, dhe normalisht vazhdojmë hadithe tjera pastaj që neve na mësojnë edhe na edukojnë se si ta ndërtojmë raportin tonë me pushtetarët musliman kur urdhojnë të mirë dhe kur ata urdhojnë në gabim. Allahu në lutim në e ditë të dobishme dhe vepra të mirat, në epsi gjezë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si në ka bashkuar në këtë xhami, për të marrë të mësime dhe porosi, Allah i madhëshëm në bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus, wallahu ta'ala a'lam. وصلى اللهم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.